Sigurisht se ne këto zgjedhje ngarojmë përgatitur me një program të qartë, me prioritete të qarta, me vizion të qartë, me ekip të mirë, edhe do të jetë një listë reprezentuese me vojza, djem, burra, gra, cilat premtojnë një sukses të plot në zgjedhjet e 28 dhjetore. Sigurisht se ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi të interesuar dhe do të kontribuojmë që të ketë një fushat shumë korrekte, me gjuhë të zgjedhur, me prezantim të programeve dhe mundësisht secili prej neve me kontribu në depolarizimin e skenës politike në Kosovë. Ne i kemi prioritetet të qarta, siç është zhvillimi ekonomik. Ne dim që çmimet po vazhdojnë me lëvizje lart, tordhërat kanë ngel, standardi i jetesës po përkeqësohet, klima për biznesin nuk është e pavashme, shumë bizneset të Kosovës kanë filluar me zhvendos aktivitetin e tyre jashtë Kosovës, kemi një zbrazje të madhe të vendit, sidomos nga gjenerata të reja, dhe nëse na i humbëm atë resursin kryesor që janë resurset humane, atë perspektiva e zhvillimit ekonomik dobësohet. Në aspektin e relacioneve të jashtme i kemi masat nga Bashkimi Evropian, apo kemi sanksionet, e kemi suspendimin e dialogut të partneritetit strategjik, dhe ka një numër të madh të problemeve të grumbullura si rezultat i blokadës edhe pa aftësisë të krijimit të institucioneve ku përgjegjësinë kryesore ka partia me numrin më të madh të votave të fituara, me numrin më të madh të ulëse në kuvend, e cila nuk ka arritur të krijojë institucione dhe ketë një marrëveshje politike, se pa marrëveshje politike kur si ki 50% mund i banë institucionet dhe vendu sjell në këtë situatë.